Shikues të radio televizionit të UTA, u rikthehemi në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit Ditë e Re, ashtu edhe siç ju paralajmërova, në fillim të këtij emisioni ne do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarën për këtë mëngjes. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një nga maturantet më të shquara dhe të dalluara të këtij viti, Liriona Mehmedović, një shembull frymëzimi për bashkëmoshatarët e saj me një rrugtim të përkushtuar drejt dijes, pasioneve të qarta dhe shumë punë të palodhura. Liriona ka arritur të fitojë bursën prestigjioze DAAD për studime në Gjermani. Sot do të ndajë me neve emocionet, sfidat, ëndrat që kanë shoqëruar në këtë udhëtim të veçantë. Liriona, mirëmëngjesi dhe faleminderit që je sot me neve në këtë emision për të bashkëbiseduar për sukseset e tuaja që ke pasur gjatë këtyre 4 viteve shkollime këtu në Ulqen. Mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta, ju falenderoj për ftesën. Urime edhe një herë për që je përzgjedhur në këtë, ke fituar bursën për të studiuar jashtë shtetit pra në Gjermani. Le të ndalemi pak tek shkollimi yt, tek 4 vitet në shkollën mesme, le të themi, dhe si ishin këto 4 vite për ty? Mund të citoj si 4 vitet më të bukura të jetës time, 4 vite plot punë, plot përkushtim, por edhe plot kujtime të bukura me miqtë e mi dhe krahas punës edhe mësimit edhe aktivitetit jo formal. Si ndjehesh tashmë që këtyne 4 viteve i erdhi fundi dhe cilat janë ato ndjesi për ty? Atëherë jeta e një maturanti është goxha e bukur, është plot sfida, është ai shpirti rinor që endet dhe kërkon sa më shumë të bëj qef, por një herë edhe të ketë shumë punë dhe të punoj fort për të ardhmen e vet. Është të jetë kënaqësi, ndihem të jetë e lumtur që arrita këto 4 vite të përfundoj me sukses dhe ndoshta edhe të realizoj ëndrrën time. Patjetër, je një nxënëse e shkëlqyer të gjitha këto 4 vite, ke qenë nxënëse me luç, nëse mund të them kështu, dhe cilat do të jenë ato kujtime që Lirionës do t'i mbesin në kujtesë gjatë rrugtimit të saj që do të ndjek? Atëherë kujtimet janë të shumta dhe ndahen në disa sfera, krahas punës së palodhshme. Unë kam arritur që gjatë këtyre 4 viteve, 3 vite me rend të shpallem nxënëse e dalluar e gjeneratës, pastaj dhe aktiviteti jo formal, kam marrë pjesë në shpërngulje të ndryshme me nxënës nga pjesë të ndryshme të botës, si Gjermania, pastaj në Vjenë me studentë nga Ballkani. Dhe kujtimet me shokë dhe shoqe, kohën që kemi shpenzuar bashkë njëri me tjetrin dhe kujtimet të ndryshme që ne kemi zhvilluar në gjimnazin e Ulqinit. Patjetër, dim që një maturant edhe gjatë këtyre 4 viteve gjithmonë në kujtesë i mbesin ato ditët më të bukura edhe që ndoshta edhe dëshiron që të ketë një jetë më të mirë për të vazhduar rrugtimin më pas gjatë studimeve. Cilat janë ato synime për Lirionën që pas këtyre 4 viteve do të ketë? Atëherë, synimi i parë është natyrisht shkolla e lartë, fakulteti. Unë kam dëshirë që të vazhdoj studimet për medicinë. Tani që jam shpërblyer edhe me bursën DAAD, Gjermania është një prej qëllimeve të mia. Natyrisht që aplikimi ka atë punën e vet dhe ka atë përkushtimin e vet. Duhen përmbushur kërkesat, por natyrisht një prej opsioneve të mia të studimit është edhe Universiteti i Tiranës. Ndër këto synime krahas shkollës është edhe zhvillimi i aktivitetit jo formal, marrja në për aktiviteteve të ndryshme, duke qenë edhe duke vazhduar moderimin edhe në aktivitetet të ndryshme që ka zhvilluar edhe Art Klubi. Patjetër, ne të kemi parë dhe ti gjithmonë ke qenë kyçur në shumë aktivitete të ndryshme. Do të ndalemi pas pak edhe tek bursa që ke fituar, por më trego, dua të ndalem përsëri tek këto 4 vite që tashmë kanë përfunduar dhe jeni bërë gati edhe për mbrëmjen e maturës dhe të gjitha këto cilat janë ato emocione ndoshta? Natyrisht që jemi bërë gati dhe mezi që presim atë natë, ta quajmë se është nata jonë, është nata e fundit ku jemi të gjithë të mbledhur për këto 4 vite dhe ne si maturant kemi edhe ato sfidat tona, ai stresi që ne kemi në vete për të përgatitur, për të dukur sa më bukur, por një herëz edhe për të kënaqur njëri me tjetrin. Patjetër, ajo është një mbrëmje që mbetet gjithmonë në kujtesë. Le të ndalemi pak tash edhe tek
bursa që ke fituar. Si erdhe deri tek kjo pikë dhe cili ishte ai moment që ti e kuptove që duhet të aplikosh këtu? Atëherë gjatë këtyre 4 viteve unë kam qenë pjesëtare e programit me profesorin gjerman që vjen nga Hamburgu dhe aty ne kemi zhvilluar disa procedura lidhur me gjuhën gjermane. Në vitin e tretë unë kam përfunduar testimin e gjuhës DSD1, me të cilin kam arritur nivelin B1 dhe në vitin e katërt kam përfunduar testimin e dytë të gjuhës DSD2, ku kam arritur nivelin C1 të gjuhës. Dhe menjëherë pasi që kam arritur C1-shin, ne na është dhënë mundësia që ndërnxënësi që kanë pas një sukses ta quaj pak më të mirë se të tjerët dhe më të shkëlqyeshëm, atëherë atyre është dhënë mundësia që të aplikojnë për bursën. Ishte një vendim jo shumë i lehtë natyrisht, studimet jashtë vendit, duke u larguar nga vendlindja, dhe aty e mora dhe iniciativën që të bëj aplikimin e bursës. Çfarë përfshiu procesi i aplikimit? Si u njohe me të më gjatë? Atëherë, unë kam marrë pjesë në për workshopet të ndryshme, ku me profesorin kemi gjetur të dhënat të ndryshme lidhur me bursën, e kam kuptuar sistemin e bursës, pastaj kemi gjetur datat të aplikimit që kanë filluar diku nga fundi dhjetorit, gjerë më shkurt, dhe normal kemi filluar procesin përgatitjen e dokumentave, kërkesat që ata kanë parashtruar për të arritur deri tek realizimi i bursës. Nga gjenerata jote dhe shkolla jote ke qenë vetëm ti që e ke fituar këtë bursë? Në Maltëzi në përgjithësi kam qenë vetëm unë që jam shpërblyer me bursën. Është një sukses kjo patjetër. Bursa rikthehet në Ulqin pas 5 viteve, ndërsa në Maltëzi për herë të fundit është shpërblyer në vitin 2022. Kur e morë vesh që je përzgjedhur dhe e ke fituar këtë bursë, si reagove? Cili ishte mendimi i parë që të erdhi ty në mendje? Atëherë, si fillim, kur bëra aplikimin e bursës, natyrisht që kisha vënë në peshore mundësinë që ta fitoj bursën dhe të mos ta fitoj bursën. Por në momentin që mora vesh se kam fituar, u ndjeva tejet e gëzuar, kisha shumë emocion dhe nuk e dija, si isha ende e sigurt se ç'më priste për të ardhmen. Por natyrisht që isha e vendosur se do vazhdoj studimet dhe do provoja edhe jashtë vendit. Pa tjetër, e dim që gjithmonë kur je një nxënës i mirë dhe do të shpërblehesh, por kush të ka përkrahur më tepër gjatë gjithë këtij rrugtimi? Natyrisht që përkraja ka qenë e gjithanshme, familja ka qenë gjithmonë me mua, ajo që ka qenë mbështetje emocionale, njëkohësisht edhe profesorët tanë, por edhe shoqëria kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të madh. Si e sheh përkrahjen edhe ku i rritur këtu nga vendi i Ulqinit? E sheh që do të kesh si një nxënëse e mirë dhe do të kesh perspektivë më gjatë? E shoh, po, Ulqini edhe pse është një qytet i vogël, dyert i ka shumë të hapura ndaj botës. Ne e shohim që kohëve të fundit është rritur edhe niveli i zhvillimit të aktiviteteve, qoftë në kuadrin ballkanik, por edhe atë botëror, dhe mendoj se edhe Ulqini edhe përgjithësi rinia në Ulqin janë një mbështetje shumë e madhe dhe përkrahje njëri për tjetrin. Ti tashmë e ke vendosur që studimet e tuja do të jenë dega e mjekësisë. Patjetër ne të gjithë e dim që të studiosh mjekësinë nuk është shumë e lehtë, por më trego e ke vendosur se tashmë edhe që ke fituar që të shkosh edhe në Gjermani, e ke vendosur që do të shkosh apo do të marrësh edhe një rrugë tjetër, një vendim tjetër? Unë e kam vendosur që mjekësinë duhet ta studioj, gjithmonë i kam dashur shkencat natyrore, si biologjia, kimia dhe matematika, edhe pse krahas tyre kam pas një pasion të zjarrt për letërsinë, por mjekësia ka qenë gjithmonë ajo që ka fjetur tek unë dhe që gjithmonë e kam dashur dhe kam dashur ta zhvilloj më tepër. Në këtë mënyrë unë erdha edhe deri tek zgjedhja që të vazhdoj të studioj mjekësinë, aq më tepër tani që më është dhënë mundësia edhe në një universitet të Gjermanisë. E sheh veten që do të ketë sfida nëse do të shkosh edhe në Gjermani dhe është një vend i panjohur, ndoshta për ty, si e mendon veten që do ta kaloja atje? Atëherë unë me Gjermanin jam njohur edhe pak më herët që në shkollën fillore, kam qenë pjesë e programeve të ndryshme nga Pashule dhe Goethe Institut, me anë të së cilës neve kemi bërë shkëmbime të ndryshme dhe kemi parë edhe më tepër mbi kulturën, mbi traditat që ata kanë. Unë mendoj që çdo jetë e studentit si fillim është e vështirë dhe i ka ato sfidat e veta, por kur e duam diçka dhe e bëjmë me plot mund dhe përkushtim, mendoj që çdo gjë arrihet dhe ato vështirësitë janë shumë të vogla. Na tregoa edhe një herë se çfarë përfshin programi DAAD? Atëherë bursa është 3 vjeçare, që në mjekësia që ka 6 vite studime, përfshin gjysmën e studimit, apo 6 semestre të studimit. Ajo ka
të përfshirë edhe kostot e jetesës, sigurimin atje, si dhe fluturimet që bëhen në vendlindje. Cili do të ishte mesazhi ytë për të gjitha ato maturantë nxënës që kanë dëshirë të marrin një rrugë ndoshta jashtë malit zi që të studiojnë, por ka diçka që i ndal. Çfarë ato duhen të bëjnë? Atyre unë do ju thoja që të provojnë veten e tyre, të mos dorëzohen dhe të sfidojnë veten në çdo mënyrë, sepse ashtu dhe do i mundin barrierat që ata kanë dhe do arrin që të bëjnë atë që ata quajnë të pamundur. E ke pasur ndonjëherë ndokë si model frymëzimi gjatë gjithë këtyre viteve që ke qenë nxënëse në shkollat në Ulqen, posaçërisht tashmë që ke zgjedhur edhe degën e mjekësisë? Atëherë frymëzimi është i gjithanshëm. Për mjekësi, natyrisht që frymëzohem nga mjekët e Ulqinit, nga puna që ata japin dita ditës, nga përkushtimi që ata kanë ndaj njerëzve. Njëherëzi pastaj edhe ajo përvoja nga pandemia koronës, shpejtimi që ata që të japin më të mirën e vetës për të shpëtuar jetë. Frymëzimi në shkollë natyrisht që vjen nga njerëzit nga ambienti, nga njerëzit të cilët të ndihmojnë, të japin këshilla dhe në këtë mënyrë njeriu edhe formohet nga copëzat vogla. Shumë e vërtet. Si e kalon Liriona kohën e lirë tashmë që ka ardhur drejt përfundimit të shkollimit, kemi përpara në prag edhe sezonin veror, merresh edhe me leximin e librave, me përgatitesh ndoshta edhe për studimet? Si është koha e Lirionës e lirë? Atëherë, tani kemi prapë edhe një punë tjetër, pasi që Universiteti i Mjekësisë ka dhe testin pranues, natyrisht që duhet të përgatitemi pak në fushën e biologjisë dhe kimisë, që të jemi gati për studimet e mjekësisë. Unë dhe familja ime kemi edhe një biznes, pra kemi një traditë të gjatë turizmit, një herazi dhe kjo ndikon tek unë, që verën ta kem sa më aktive, por librin e kam shok të ngushtë dhe s'ka rëndësia është vera, është pushim apo jo, gjithmonë do më shoqëroj. Do të jetë gjithmonë atë, patjetër. Liriona, cilët do të ishin, si do ta përshkruaje ti suksesin me 3 fjalë? Atëherë, suksesin me 3 fjalë do ta përshkruaja si punë, përkushtim, por edhe asnjëherë dorëzim. Ne të urojmë ty shumë suksese dhe faleminderit edhe njëherë që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit dhe të gjitha atyre maturandë që duan të ndjekin shkollimin e lartë, le të marrin një shembull prej teje që mos të dorëzohen dhe të punojnë gjithmonë, sepse puna gjithmonë shpërblehet me suksese. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.